Roa Bashli, pak ditë më parë u shpallet kampione për 16 vjeçare në garën e 300 metrave. Është një ndjesi e bukur kur u shpallet Ishte ndjesi e bukur se ishte një garë e bukur, shumë e bukur, se theva rekordin tem edhe më pëlqej si ka shumë. Pak ditë më parë edhe në garën e Tivarit keni bërë një paraqitje të mirë. Po, aty ishte një emocion shumë i madh. Se ishte gara parë jashtë, jashtë vendit. Pse merret Roa me sport atletike? Ju pëlqen? Më ka pëlqyer që ishe vogël edhe më kanë thënë që të hi këto me profesor Brunon edhe tani më pëlqen shumë. Sa i rëndësishëm është roli trajnei i profesor Brunos tek sukseset tuaja? Është shumë i rëndësishëm sepse ai më stërvit mua që të arrij rekorde, norma. Garët e shpejtësisë janë preferenca juaj? Po, shumë, pëlqen shumë. Cilat janë dëshirët dhe synimet e Roas për të ardhmen? Më pëlqen që të shkoj në Olimpik edhe të arrij normat e mëdha. Sukses. Faleminderit.